Panajri i radhës i produkteve dhe i mjeteve bujqësore është edhe një mundësi për bizneset që të prezantojnë prodhimtarinë e tyre, por edhe të krijojnë lidhje të reja afariste. Një nga ekspozuesit është edhe kompania Frutex nga Suareka. Kompania jonë prezantohet me shumicën e produkteve, sidomos ato të prodhuar në kanaçe, dhe risi për herë të parë këtë ditë kemi dalë me një pije që është me shije limoni. Kryeparlamentari Kadri Veyseli në hapje të këtij panajiri përshëndeti praninë e bizneseve dhe të odave ekonomike edhe të vendeve të rajonit, duke cilësuar këtë bashkëpunim të ndërsjellësit domosdoshëm. Gjitha këto vendet qindësore tonat me të cilat kemi shumë nevojë, që kemi bashkëpunim, të kemi koordinim mes nesh, mënyrën që të ndërtojmë një erë të re të komunikimit mes vete, një frymë të re të bashkëpunimit, po njëjtën kohë të përqojmë një mesazh se vërtet në këtë region ka ardhur koha e nevojës për partneritet, ka ardhur nevoja e kohës që qytetarët tanë të jetojnë më mirë, ashtu siç jetojnë edhe bashkëpatriotët tanë në gjithë Bashkimin Evropian. Kryeministri Mustafa nga ana tjetër në fjalën përshëndetse postera është përsëriti rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme të bujqësisë si element i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik dhe se synim është shtimi i eksportit sidomos në vendet e Bashkimit Evropian. Kemi nevojë që të rrisim prodhimtarinë e brendshme, sidomos tani kemi nevojë të kalojmë në përpunimin e produkteve bujqësore dhe në finalizimin e këtyre produkteve, dhe kemi nevojë të rrisim eksportin dhe cilësinë e produkteve tona në eksport. Në këtë aspekt unë jam i kënaqur me trendin e tanishëm, sepse kemi trend të rritjes eksportit, kemi trend të rritjes ekonomike prej rreth 4% ose mbi 4% këtë vit, dhe kemi trend bashkëpunimit mirë ndërkombëtar ekonomik dhe tregtar me vendet fqinje, me tregun region, dhe tani po përgatitemi që të jemi konkurrent edhe në tregun evropian mbi bazën e aktivizimit marrëveshjes për stabilizim asociim. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, internacionalizimi i ekonomisë kosovare dhe ruajtja e frymës së samitit të Berlinit janë elementet kryesore të këtij panajiri. Ajo që është e veçantë e këtij panajirit është do të thotë një çështje duale në rend parë të promovohet internacionalizimi i ndërmarrësisë kosovare, sepse vetë prania e sekretarit gjeneral të Eurochambers, zoti Abruzini, është një dëshmi dhe se integrimi ekonomik nuk ka alternativë, dhe e dyta jemi do të thotë duke vazhduar procesin e zonës Merkel përmes procesit të Berlinit, dhe sot vërtet është dëshmuar që ky proces ka ardhur më ri, sepse ekonomia, dialogu dhe partneriteti nuk kanë të ndalur. Në hapje të panajirit ishte edhe Arnoldo Abruzini, sekretari i përgjithshëm i Odave Ekonomike të Evropës, i cili tha se ky panajir ka rëndësi për përmbushjen e synimeve integruese të Kosovës, si dhe zhvillimin ekonomik, duke krijuar ambient të përshtatshëm për bizneset dhe hapjen e vendeve të reja të punës.